Gjatë vitit të ardhshëm pritet një zgjerim i ofrimit të shërbimeve bankare cilësore dhe transparente, sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ken Seko. Këto shërbime duhet të jenë të diversifikuara në mënyrë të drejtë dhe të mbështetura në kritere të përshtatshme të administrimit të rrezikut. Gjatë fjalës së mbajtur në mbrëmjen e fundvitit të Shoqatës Shqiptare të Bankave, guvernatori Seko ndalte disa drejtime kyçe për vitin e ardhshëm. Sipas tij, investimet në inovacion teknologjik dhe digitalizim, paralelisht me vendosjen e standardeve më të larta të mbrojtjes kibernetike, janë të domosdoshme për të ruajtur një pozicion konkurrues të shëndetshëm të institucioneve bankare. Roli i bankave në mbështetjen e sektorit privat dhe në rritjen ekonomike të vendit mbetet i pazëvendësueshëm. Në këtë drejtim është rëndësishme që financimet të orientohen drejt sektorëve produktiv dhe me nivel të lartë të vlerës së shtuar, duke mbështetur më shumë bizneset e vogla dhe të mesme, tha Seko. Në 2 vitet e ardhshme, kuadri ligjor dhe nën-ligjor që rregullon veprimtarinë financiare dhe bankare do të parafrohet plotësisht me atë të Bashkimit Evropian, si kërkesë e kapitullit përkatës të integrimit. Guvernatori Seko theksoi se gjatë vitit të ardhshëm, sistemi financiar dhe sektori bankar do t'i nënshtrohen vlerësimit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Ky vlerësim do të shërbejë si një certifikat ndërkombëtar për cilësinë e kuadrit të përgjithshëm ligjor dhe nën-ligjor, praktikave të mbikëqyrjes dhe administrimit të rrezikut për veprimtarinë financiare, duke evidentuar njëkohësisht boshllëqet dhe orientuar drejt përmirësimeve të nevojshme.